festa e Fitr Bajramit. Bismillahirrahmanirrahim. Sot është ditë e Bajramit. E tërë bota islame festojnë këtë festë madhështore gjithandej globit. Prandaj, i ri e fëmijë, pleq e burra, gra e meshkuj e femra e të gjithë kanë mundësi dhe sot e kanë obligim të i gëzohen maksimalisht kësaj feste madhështore. Ç'është e vërteta, Fitr Bajrami sikur na obligon të kthehemi në natyrshmërinë tonë që kemi qenë para fillimit të muajit të Ramazanit. Kështu që besimtari për sa kohë gjatë tërë muajit të Ramazanit ju ka përmbajt rregullit të agjërimit të Ramazanit në të gjitha aspektet e tij, duke i përmbushur të gjitha konditat e tij, tani kur vjen festa e Bajramit, sikur dëshiron të kthehet në natyrshmërinë e tij të mëparshme. Prandaj, kjo festë edhe konsiderohet dhe quhet gjithandej kthim në jetën e natyrshme të besimtarit. Festa e Fitr Bajramit pason pasi që besimtarët islam kanë mbaruar një prej kushteve shumë të rëndësishme, kushtet themelore të fesë islame, e që është agjërimi i muajit të Ramazanit. Dhe njëkohësisht ata përkujtojnë se në këtë muaj ka filluar edhe zbritja e Kur'anit famlar. Ndërkaq festa e Kurban Bajramit pason pasi që besimtarët e kryejnë gjithashtu një kusht shumë të rëndësishëm, e që është haxhi, si dhe e përkujtojnë përmbylljen e zbritjes qiellore, përfundimin e zbritjes së Kur'anit nga ana e të Madhit Zot te pejgamberi alayhi salatu vesselam. Festa e Fitr Bajramit gjithmonë është me datën 1 Shevval. Do më thonë, përputhet me muajt hënor të vitit. Kësisojt, kjo fest bie edhe në verë, edhe në dimën, edhe në pranverë, edhe në vjeshtë. Kjo fest rastisht të bie edhe kur është dita e gjatë, po edhe kur është dita më e shkurtë. Kështu që tërë viti ka mundësi të zbukurohet me këtë fest madhështore. Kjo fest daton që nga viti i parë i hijretit të pejgamberit alayhi salatu vesselam në Medinë. Kur shkoi pejgamberi alayhi salam, gjatë vitit të parë të hijretit është ligjësuar festa e Fitr Bajramit. Mirë po, për shkaq që objektive, pejgamberi alayhi salam atë vit nuk ka mund me organizue festimin e kësaj feste. Këtë do ta bëjë Resulullahi në vitin e 2 të hijretit. Kështu që kronikët e sirës këtë e kanë përshkruar jashtëzakonisht bukur se si pejgamberi alayhi salam në vitin e 2 të hijretit organizoi festimin e Fitr Bajramit me bashkëvendasit e tij, me qytetarët e Medine Munevverës. Gjithashtu, me këtë rast do të thoja se karakteristikë kryesore e kësaj feste të Fitr Bajramit është falja e namazit e Bajramit, e cila është vajib sipas jurisprudencës islame, përbahet prej 2 rekate dhe disa tekbireve. Gjithashtu, këtë fest e karakterizon edhe solidariteti, sepse besimtarët islam gjatë kësaj feste janë jashtëzakonisht solidar edhe me ata të cilët ndoshta nuk i kanë kushtet ekonomike aq të mira sa që do të dëshironim të gjithë që edhe ata sofrën e Bajramit ta kenë më të gëzuar se sa të tjerët. Pejgamberi alayhi salatu vesselam kur emigroi në Medinë, në ndërkohë sa ishte në Medinë e vërejti se populli Medinas, jo muslimanët, ata e festojshin disa festa në Medinë. Ndërkohë pejgamberi alayhi salam pyeti se ç'janë këto festa që po i festojnë. Ata i përgjigjën pejgamberi, thanë, edhe në kohën para islame ne i kemi festuar këto festa, kështu që vazhdojmë të festojmë këto. Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha: "Laqad baddala Allahu a'yadakum
bi'idil fitri wa idil adha. Tha Zoti Gjellëshanuhu ja ka ndryshuar këto dy festa me dy festat e tjera që janë festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Prandaj, këte e transmeton Enes bin Maliku dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam vazhdoi dhe tha: "Zeyyinu a'yadakum", zbukuroni festat e juaja bit tekbir, bit tehlil, bit takdis, bit tahmid. Zbukuroni festat tuaja me falënderim Zotit, duke ju përkushtuar Zotit, duke i madhruar Zotin, duke e shetruar Allahun Gjellëshanuhu. Gëzohuni në këto festa, plotësoni këto festa me bukurit që ngërthejnë këto festa në veten e tyre. Gjithashtu, më lejoni që me këtë rast, shkurtimisht, në telegrafike të përshkruaj se që duhet bërë besimtari me rastin e Fitr Bajramit. Fillimisht, qohet herët në mëngjes, para se të hyjë koha e namazit të sabahut të ditës e Bajramit. Është mirë me u pastrue, madje do thoya synet është me u pastrue, se ka disa thënë edhe mendum, po synet është me u pastrue, me i vesh teshat më të bukura që i ke. Pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka pas tradit, një gjybe e ka pas të kuqe, e për Bajram e vesh të gjybe në kushte dhe shkojke në vendi ku do të falin Bajramin. Prandaj, është tradite jona që për Bajram me vesh teshat më të mira, me u parfumos, me shku rrugës për xhami, gjithnjë duke marrë tekbire. Edhe ato me vete, jo me bërtit, po me vete me marrë tekbir. Mirë është ata të cilët therin kurban, ku është koha e kurbanit, që për Fitr Bajram me i hangër disa kokra hurme, mundësisht tek, do më thonë 1, 3, 5, 7 e kështu me radhë. Në pa mundësi që s'ka hurme, bërë në diçka tjetër të ëmbël, sa mu ëmbëlsua pak, dhe me quhen hatër praktike në pejgamberit alayhi salatu vesselam. Pastaj shkojmë në xhami, falim namazin, falim sabahun, falim Bajramin dhe gjatë kohës së faljes gjithmonë marrim tekbire, gjithmonë madhrojmë Allahun. Pasi ta kryjmë ibadetin në xhami, i kthehemi familjeve tona, bëjmë Bajram me familjet tona, urojmë njëri tjetrin në familje, urojmë në akraba, urojmë fëmijët, urojmë të rriturit. Në ndërkohë, në qoftë se kemi mundësi, mirë është me i vizitua dhe varrezat, sepse vizita e varrezave na përkujton edhe neve momentin e fundit kësaj jete, na përkujtojnë se edhe ne do të përfundojmë në varreza. Prandaj se gjithmonë duhet me pas në hatër dhe gjithmonë duhet me përkujtue. Në qoftë se ju këndojmë të vdekurve tanë një Fatiha, do të ishte shumë më mirë. Nëse ju këndojmë një sure Yasin, do të ishte shumë më mirë. Në qoftë se ju këndojmë të vdekurve tanë Kul huvallahi 19 herë, pejgamberi alayhi salam garanton se do të ketë sevape sa numri i gjithë të vdekurve të varrosur në ato varreza. Prandaj, po them se është shumë sevap. Prandaj, këto raste besimtari duhet me i shfrytëzue e nuk duhet me i lënë anash, me i anashkalu, me i lënë anash. Pastaj, kthehemi në familjet tona, bëjmë Bajram me familjet tona, bëjmë hamsillën e Bajramit, mundohemi pas sofrën më të begatë se rëndom që e ke pas, vetëm duke u gëzuar kësaj feste. Pejgamberi alayhi salatu vesselam këte e ka pas tradit, kur kthehej në familje, bën të Bajram me antarët e familjes dhe edhe të afërmit që i ka pas në këshillëk, në fshisi, edhe me ta bën të Bajram, uronin njëri tjetrin Bajramin, manifestonin, madje i kanë pas edhe disa lojna, sikur që është gjujtja gurit ose kthimin në hapa e kështu të tjerë, me të cilat njerëzit kanë bërë Bajram edhe në këtë mënyrë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam, vetëm edhe këtë hadith më falni ta citoj, sepse është më rëndësi për këtë moment, thot Zoti Gjellëshanuhu me një hadith i kutsi: për mua agjëruat, për mua e bëhet edhe faljen e namazit të Bajramit. Prandaj, kthehuni tash në shtëpitë tuaja të pastër e të falur nga gjunahet, sepse kjo është dhuratë e madhit Zot Gjellëshanuhu për besimtarët e tij.
Këtë fest të Bajramit, ose ma shkurt me thonë, këtë përshkrim të disa momenteve me të cilat ballafaqohemi gjatë Bajramit, do ta përmbylli me një çështje tjetër shumë të rëndësishme, me të cilën i Madhi Zot Xheleshanu ka dash neve me na mëshirue. E ajo është se duaja ditë të Bajramit, ajo e cila i lutet me shumë sinqeritet të Madhi Zot Xheleshanu, ajo është e pranuar, a priori është e pranuar. Ajo nuk mund të refuzohet, atë nuk e refuzon Zoti Xheleshanu. Prandaj, është mirë që vëllezërit tanë, motra e vëllezër, ta shfrytëzojnë këtë moment të Fitr Bajramit dhe t'i lutën të Madhit Zot sa ma shumë me dua, se duaja e tyre është e pranuar. Me çka do që t'i lutemi Zotit, Zoti Xheleshanu duan tonë e pranon, edhe inshallah Zoti Xheleshanu na e bën kabul ibadetin që e kemi bën gjatë Ramazanit dhe gjatë festës e Bajramit, dhe nesër ditë të ahiretit nuk në ndanë nga bajraki i Muhammed Mustafas alayhi salatu vesselam. Urime dhe me fat ju qoftë Fitr Bajrami.